Kisha katolike ka një rol të pazëvendësueshëm në historinë e pavarësisë së Shqipërisë. Ndërsa ka folur në konferencën mbi rolin e Kishës Katolike për pavarësinë e vendit, kryeministri Sali Berisha ka vlerësuar lart kontributin e meshtarëve në gjithë historinë e Shqipërisë, veprat e të cilëve janë të lidhura me librat e parë të gjuhës sonë, të cilët, siç tha kryeministri, sollën shqip fjalën e Zotit. Me meshtarët e saj të mëdhenj janë të lidhura librat e parë të gjuhës sonë. Libra që fjalën e Zotit e sollën në shqip. Libra të cilat ja arritën të formsojnë shqipen liturgjike. Nga ana tjetër, kreu i Kishës Katolike, arqipeshkvi i Tiranës, Durrësit dhe gjithë Shqipërisë, Zot Rok Mirdita, apeloi që rishikimi i historisë lidhur me Kishën Katolike të kryhet me kujdes dhe të mos shndërrohet në një debat politik në këtë vit jubilar. Nëse nga njëra anë duhet veç shqyrtim, nga ana tjetër nuk duhet që shqyrtimi i historisë të shndërrohet në llogore ku palët akuzojnë njëra tjetrën për mosarritje, sepse edhe kjo është një tjetër mënyrë për të mos mbajtur përgjegjësi e për të humbur kohë. Në konferencën me temë roli i Kishës Katolike në pavarësinë e Shqipërisë, një vështrim historik i organizuar nga Arqipeshkvia Tiranë-Durrës dhe Caritas Albania, merrin pjesë edhe kryegjyshi botëror i Bektashinëve, Baba Mont Brahimaj, ministri i Turizmit, Kulturës, Rinisë dhe Sporteve Aldo Bumçi, drejtori i Caritas Albania Albert Nikola, besimtar dhe të ftuar të tjerë.